Të dheut, dha detar intelektuale dëshmor të kombit. Luka po ashtu dha edhe 3 kolos të saj që bën emër nder në mbartrojt etnike shqiptare. Dervishaqa dhe Mushneziri dhe Adem Rama. Historia e tyre lavdishme nuk fillon më shkruar në represionin e tyre në Shqipërinë zyrtare perëndimore, nga sa ata bën një jetë të plot në shërbim të kombit. Dikur me heret në vitet e Shqipënisë së Bashkuar, në vitet e luftës së dytë botërore, ishin të angazhuar në kustur për mbajtjen e rendit dhe sigurinë kombëtare. Dervishje dhe mushi me këngën e tyre bën luftë të veçantë në mbajtjen gjallë të përpjekjeve çlirimtare. Aktiviteti i tyre adetar ishte bërë shkaku i ndjekjes së tyre nga organet e sigurimit kriminale serbo-jugoslave. Ndërsa, në 100 vjetojnë në shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, që daton më 100 vjetojnë e ditëlindjes së këtyre dy kolosëve të folklorit shqiptar, Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike e Republikës së Shqipërisë, në bashkëpunim me komunën e Rreshbullit, kishin organizuar veprimtari kulturore, kushtuar këtyre dy rapsodëve. Përpos pjesëmarrjes organizatorëve, të ftuar ishin edhe përfaqësues institucionesh nga komuna e Deçanit, bashkëvendas të rapsodëve dhe qytetarët e të dyja komunave. E arsyeja e këtij manifestimi ishte se Dervishaqa dhe Mushneziri janë shpallur qytetar nderi, të cilën pikërisht para në 100 vjetorin e ditëlindjes së tyre. Zotit dhe Mushneziri, për kontributin e shuar në krijimin, interpretimin dhe për hapjen e këngës burimore folklorike shqiptare. Për ne, familjarët e Dervishaqës dhe Mushnezirit është një kënaqësi e madhe dhe një meritë e madhe kur ju shohni kështu të bashkuar. Duke falenderuar kryetarin e komunës të Zhbullit dhe këshillin e komunës, pra jepi ky titull qytetar nderit Zoti Dervishaqa me motivacionin për kontributin e shuar në krijimin, interpretimin dhe përhapjen e këngës burimore folklorike shqiptare. Dhe gjithashtu do doja ta falenderoja nipin e Dervishit, që po e çon dhe po i përçon akoma më shumë vlerat që gjyshi i tij i solli i mbajti nga Kosova, i solli në Shqipëri dhe po i mbajti duke ngritur akoma më shumë këto vlera. Me mirënjohje u ndëruan edhe grupi Dervishaqa nga Deçani, të cilët me një fanatizëm të pashoq kanë ruajtur këto këngë duke ripërtrirë vit pas viti. Në mesin e tyre si në ritmë kemë, në këtyre dy burra janë shumë djenë luftën e fundit të që ka se vonë që erdhëm sa të plojë gjirë për mesin e tyre. E ky manifestim kaq madhështor nuk kaloi vetëm ndarje mirënjohjesh. Për vite që i kaluan në Shqipëri rapsodët kosovar Dervishaqa dhe Mushneziri, u thanë shumë fjalë nga kryetarët të dy komunave, deputet dhe njerëz të pendes dhe dijes. Të nderuar të gjithë të pranishëm, zonja e zotëri, ndjehem i privilegjuar i fatit që më takoi pikërisht mua që në këtë 100 vjetor të lindjes së këtyre dy kollozëve të këngës dhe rapsodisë folklorike të mbaj fjalën përshëndetse në këtë veprimtari. Këshilli i komunës së Rreshbullit me shumë kënaqësi
mori vendimin për të nderuar me titull qytetar nderi këta dy legjenda të këngës folklorike. Të nderuar zonja e zotëri, ndërsheku i shqiptarët kanë luftuar me shpatë, me pushk për lirinë e vendit të tyre, por ka patur shumë trima që kanë luftuar me penë dhe me këngë, ndërta ishte Dervish Shaqja e Demush Neziri, të cilët u kënduan trimave që dhanë jetën për liri me zërin e tyre nëpërmjet telave të Sharkisë, ngritën pesh zemrat e të gjithë shqiptarëve anë mbar. Pikërisht për këtë arsye, regjimi serbi vuri në qendër të vëmendjes këta dy rapsod si persona me rrezikshmëri të lartë politike dhe nëpërmjet strukturave të sigurimit shtetit filloi torturat njerëzore ndaj këtyre dy rapsodëve dhe shumë shqiptarëve të tjerë me një genocid të paparë nën pretekstin e mbledhjes së armëve të shqiptarëve në Kosovë. Pasi ishin torturuar njerëzisht disa herë, Dervish Shaqja e Demush Neziri tek po festonin në një gëzim familjar, janë larguar në mënyrë të rrëfeshme për të shpëtuar ekzekutimit të Mizorit e Ranković. 4 shokët, ashtu siç ishin bashkë atë natë të zezë, kaluan kufirin duke lënë në pikëllim të thellë të gjithë miq shokët e të afërmit, duke lënë të dashurit e zemrës së tyre, fëmijët, gruan, nënat dhe motrat e tyre. Të nderuar zonja e zotëri, të gjithë e dini se çfarë dimi e madhe është të ndahesh prej fëmijëve dhe gruas, të cilët janë pjesa më e shtrenjtë e familjes. Pasi pjesa më e madhe në këtë veprimtari janë prindër dhe e dinë se çfarë do të thotë familje. Ndërsa kryetari i komunës së Deçanit Rasim Selmanej, ndër të tjera tha se në këtë eveniment ju po i bëni nder Lukës e epërme Deçanit dhe gjithë Kosovës. Sot me drejt mund themi se po ndërohet e gjithë Shqipëria. Shpallja qytetar derë të Rrezhbullit për Dervish Shaqin e Demush Nezirit na ka bashkuar sot në këtë pjesë të Shqipërisë. Ky ndërim po bëhet në 100 vjetorin e lindjes së rapsodëve dhe në 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Të nderuar pranishëm, dashamirës folklorit shqiptar, Rafshi Tugaxhir është një ndër trella shqiptare që i dha shumë folklorit burimor. Dervish Shaqja e Demush Neziri nga Luka e epërme, nga vendi historik i Verrat Lukës, ku mbajtën kuvendet e Prestigjës shqiptare dhe logët e pajtimit të gjaqeve, sigurisht se ishin dhe do të mbesin figurat më emblematike të kësaj krijimtarie. Ata ishin as original në këngën e tyre dhe as të dashur për publikun, saqë brezat e tërë rapsodësh të tjerë imituan këta dy emra të veçantë të muzikës shqiptare. Deçani duke vlerësuar vlerat e rapsodëve më të mëdhenj folklorit shqiptar, Dervish Shaqja e Demush Neziri, tash e sa vjet organizon festivalin Eshke Ndezur Biskëlxhem, festival ky gjithkombëtar që i bashkon të gjitha vlerat e folklorit burimor nga gjitha trevat shqiptare. Të nderuar pjesëmarrës, në natën e 8 marsit 1956, në dasmën e Temisufit, Dervish Shaqja kishte kputur disa herë telat e Sharkisë. Kishte kënduar aq shumë dhe me aq afsh sikur ta dinte se për herë të fundit po këndonte në linjën e vet. Por pak para mesnate Dervishit ju kishte kputur zëri, ndërsa Sharkin e kishte lënë anash. I duhej lëshuar atë para se të kapej nga UDB-ja. Të njëjtën natë, bashkë me Demush Nezirin, Adem Ramën dhe Lipin Isa Hozën, kalojnë kufirin. Edhe në Shqipëri, këta rapsodi kënduan atë, nga shteti janë, edhe në Kosovë në robruar në banin gjallë, jo vetëm folklorin, por edhe frymën patriotike. Prandaj, decenit e tëra u dënuan njerëzit që provonin të dëgjonin edhe fshehuarazi këngën e këtyre rapsodëve. Pjesëmarrës të nderuar, sa që shqiptarëve në Kosovë ju dash mbështetja e shtetit anë Shqipërisë, ajo kur nuk mungoi. Rrezhbulli dhe mbar Shqipëria ishin kunaku i gjithë përdjekurit tanë nga regjimi Jugosllav dhe ai serb. Një mbështetje të tillë e gjetën edhe rapsodët tanë Dervish Shaqja dhe Demush Neziri, të cilët me jejon e këngës së tyre e ndihmuan lirinë e Kosovës. Ky zë dhe pushka UÇK-s e bën Kosovën shtet, kur qëndrohet e saj kurrë nuk do të ndodhë nga të tjerë. Çmimi i lirisë. Çmimi i lirisë ishte i shtrejtë, ndërkohë lufta ishte e drejtë dhe kjo drejtësi vazhdon edhe sot mbrohet edhe nga komandanti legjend i kësaj lufte, Ramush Haradinaj.
Ai është kthyer në Kosovë dhe sigur se në çdo betejë do ta fitojë edhe këtë fundit. Vetëm edhe pak ditë kanë mbetur për të marrë verdiktin e gjykatës së Hagës dhe një herë për gjithmonë t'i kthehet brendit për të cilin ai dhe familja kanë shumë për liri. Këtë sakrificë të kësaj familje, ky vend ku ne sot jemi bashkë e ka ndëruar të ketë vënë emrin e shkollës suaj Roshboll vëllezërit Haradinaj. Ndërkohë, metafora bashkimit tonë është Haradinajt në Roshboll ndërsa vëllezërit Frashi në Deçan. Tempullin e detyrisë që vazhdon tjetë penaria e Deçanit. Të dashur bashkëkohës, qytetarët e Roshbollit dhe të bashkisë së Durrësit. Roshbolli meriton t'i ketë qytetarët deri Dervish Shasit e Demush Nezirin, sepse Roshbolli ishte dhe do të jetë nderi dhe krenaria këtyre rapsotëve vëmbarë Kosovës. Është nder i madh për të gjithë shqiptarët që ndërohen këto dy figura të mëdha, kumante e çiftelisë së Sharkisë dhanë mesazhe të forta në të gjitha trojet shqiptare. U than nga ata të cilët paten fatin t'i njohin për sa afërmi rapsodët kosovar. Asnjë populli nuk i mungojnë krijuesit dhe artistët, por popullit shqiptar ja ka falur Zoti t'i ketë artistët e vet të vërtet në ballë të tij, edhe për një fakt shumë domethënës. Historia e jetës e qendresës dhe e rrethanave specifike kanë kristalizuar nevojën që edhe produktin artistik ta vënë në shërbim të mbijetesës për të ruajtur identitetin dhe për të mbrojtur dinjitetin, për të konsoliduar frymin e lirisë, për të shtuar dashurinë për jetën dhe shpresën për përparimin e qytetërisë. Të tillë u formuan, u njohën dhe mbetën në kujtesën e kombit shqiptar rapsodët Dervish Shaqja dhe Demush Neziri nga Luka e Epërme e Deçanit. Mënyra më e mirë për kundërshtimin e politikës slave ishte arti. Ndër të arte, kënga ishte arma më e mirë, mundësia më e madhe për të shprehur gjendjen e Kosovës në ato vite, e deri në vitin 1999, kur erdhi dita e çlirimit të Kosovës. Në ato vite, edhe fushën e artit pati luftë. Lufta kundër këngës shqipe dhe përgjithsisht kundër përhapjes kulturës shqiptare në Kosovë, veçanërisht në mediat e atëhershme ishte e rreptë. Disa këngë këndoshin në dy gjuhë, duke deformuar këngët. Këngët dy gjuhë të llojit, Oj Dragana Iza Brega, pra Oj dashur nga Breg, që këndoshin një strofë me gjuhën serbe, tjetra e përkthyer në gjuhën shqipe, shqiptarët i quajtën këngë mushke. Saj qoroditjet e këngës shqipe do t'i përgjigjeshin një varg rapsodësh dhe këngëtarësh popullor, të cilët kishin arritur ta ruanin këngën të pastër. Disa nga ata u dënuan, u rrahën, u ndërshkuan, por këngë e pastër shqipe asnjëherë nuk pushoi. Kënga shqipe burimore kosovare vazhdoi rrugën e saj, fal këngëtarëve të tillë si Dervish Shaqja, Bajrush Doda, Demush Neziri, Sali Krasniqi, Tahir Drenica e tjerë plot. Deçani është bunari i gjithë vërtyteve më të bukura si kanë shqiptarë. I besë, i bornisë, i trimnisë, i artit e kulturës. Pra, sot që ndërohen të dy figurat mëdha, është merë i madh për gjithë shqiptarët. Me qytetëri me shërbi, ata bën mesazh gjithë popullit Kosovës, por nuk u thyrën këtu. Edhe tregojnë bornin e tyre, tërnin e tyre, finesën e tyre, por nuk e kanë pas shumë të lehtë, sepse e kishin kafshën e egër sigurimin e shtetit për çdo minutë më bashkime. Edhe në ishin kur për kashon, edhe ata me një menshëri tjerë zakonshme. Fituan jo si kombëtar, fituan autoritetin e tyre burnor për para gjithë shqiptarëve të në Shqipënia dhe në Kosovë. E deputetja Albana Vokshi, e cila kishte përjardhje nga Kosova, ndër të tjera tha se nuk është rastësi që ne sot ndërojmë dy rapsod nga Kosova, që jetuan në Roshboll, sepse në këtë vend ata gjeten bujarin, mikpritjen dhe traditen, e gjeten me mëdheun e tyre si në Kosovë.
Ati që u bë iniciatori i këtij aktiviteti, ati që jo vetëm i ka mbajtur në shtëpi dhe i ka dhënë bukë, si thua, këtyre dy rapsodëve kaq të mëdhenj, por është edhe promotori i gjithë këtyre iniciativave kaq të rëndësishëm për të kujtuar jo vetëm këto rapsod, por për të kujtuar traditat, vlerat, historinë e kombit shqiptar. Si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. Unë jam Albana Bokshi dhe shumica për ju më njohin si deputete e qarkut të Durrësit dhe mbase edhe si deputete e Rrezgullit. Por mbase shumica për ju nuk e dini që unë jam Albana Bokshi, jam besa e Aliut dhe Nafie Bokshit, të cilat në vitet 30-40 u detyruan po ashtu prej regjimit serb të largoheshin nga Kosova dhe të vinin në Shqipëri. Tortura që bën strukturat kriminale shtetërore jugoslave mbi shqiptarët ishin preokupimi pa ndërprerje të burrave Lukian. E ne ishim të ri, mbetëm në përkujdesjen e nënave, në frikën se çdo ditë në derë trokisnin pushtuesit e asaj kohe, duke kërkuar ndonjë informat shtesë se si jetoi kanë prindërit tanë e jashtë kufirit, se si po jetojmë ne. Mos vallë dhe ne po braktisim Kosovën për të bashkuar, por vitet iken dhe ne rriteshim me shpresën se një ditë do të takoheshim diku për të gjallë. E sot, s'ka ndjenjë më të mirë për ne, s'ka kujtim më të bukur për ne, sepse sot ne dim se më të vërtet, edhe Rrezgulli, edhe Luka, por edhe Deçani, janë pjesë e vlerës dhe sakrificës e dervishaqes e Dëmush Nezirit. Dekorimi i tyre si qytetar nderi ka një rëndësi të veçantë, thanë familjarët. Unë s'pari ju falenderoj ju nga zemra që ju keni gjetë kohë dhe mundësi me armë marrë pjesë këtu dhe me na bo edhe mama dhe shtorë këtë të bimë. Si t'ju thëmë, kom emocione, kom djenja, kom krenari shumë të madhe sot që jom këtu dhe e marrë çmimin për babajnë, cilin jom taku pas 25 vite u për herë të parë me te, edhe atë e kom bo në mënyrë ilegale, kuptot nga shteti Jugoslav, po në mënyrë legale në shtetin shqiptar, që ata ma kanë botë mundshme, ardhin këtu, edhe falë Zotit, e arrita qëllimin që ti takoj dytë, atë brengën shpirt e kom pas, që ti takoj të gjallë, të ullënan mes dyve, të kënoj një kongë spakun mes të dyve. Atë e kom arrit, sot, si me thonë, jem shumë i lumtur me të vërtet që u bo këtë ubim kaq madhështor me pjesëmarrjen e mesjve, dashamirëve dhe t'jujen personalisht. Unë si një për Dervishacës ndina shumë i lumtur. Edhe familja Dervishacës është shumë e gëzuar sot që populli i Shqipërisë, shqiptaria, edhe populli i Rrezgullit e ka nderuar Dervishacën me këtë çmim. Është një ndjenjë që unë e kam provuar edhe herë të tjera, vi rregullisht në Kosovë, në moment që është bëhe mundur me ardh, kam qenë gjithmonë prezente dhe vazhdoj të jem, lidhjet tona janë shumë të forta, edhe gjatë kohës ne si kemi kaput kur korrespondencën me letra, me telefonata, tash rruga na ka afruar akoma më shumë. Yeah.
Shqipëria është përullur pranë varreve të rapsodëve kosovar në varrezat e Roshbullit, aty ku prehen të qetë eshtrat e rapsodëve, Dervishaqa e Demush Neziri si dhe Adem Rama. Duke thënë se sakrifica e tyre, vuajtjet dhe torturimet tashmë janë kthyer në liri, dhe kufinjet tanë tashmë janë të bashkuar, e amaneti I tyre tashmë është jetësuar, sepse Kosova është shtet sovran dhe I pavarur, e ky vit është viti I festave, sepse Shqipëria feston 100 vjetorin e pavarësisë.